التحيات لله والصلوات والطيبات سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Evrejte, harrova e lexova etahiatin ku lezohet Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ose tjetrën, ti don me thonë etahiatin, e thua Elhamdulillahin. A ka mundësi me ndodh kjo? Ka mundësi me ndodh njerëzve kjo. Krejt njerëzve ju ndodh kjo. Njerëzve. Atyne që pretendojnë që janë evlia, nuk kem na të bëjmë me ta. Na jem njerëz gjunaçar, harrojmë. Çka me bën këtë rast? Në vend që në ruku me thonë Subhan Rabbil Azim, ka thonë Subhan Rabbil A'la. Ose në sejdë, është dashur me thonë Subhan Rabbil A'la, ti ka thonë Subhan Rabbil Azim. Ke gabu. Çka me bë? A ndodh kjo? Ndodh kjo musliman. Njerëz jem, ndodh kjo. Qysh me përmirësu këtë gabim? I ban dy sejdë. Qysh ka thonë Muhamedi alayhis salam, nëse harron dikush diçka në salat, le të i ban dy sejdë. Po thonë ai ka të fal 2 rekate ose 4 rekate. Kryesorja jenë rekatin e fundit ose mas 2 rekate ose mas 4 rekate. Jenë sejdën e fundit. Qysh jenë sejdën e fundit? Qo është për sejdës të fundit, normal që jetu i falë 2 rekate ose 4 rekate. Allahu Akbar. Edhe thu etahiatin, salavatet, duat, të një thu edhe njëherë, Allahu Akbar. Këto janë 2 sejdët e harresës. Allahu Akbar. Edhe thu Subhan Rabbi al-A'la 3 herë. Allahu Akbar. Rabbi gufirli, Rabbi gufirli. Allahu Akbar. Subhan Rabbi al-A'la 3 herë. Allahu Akbar. Edhe jap selam. Ndjathën majtë. Me kaq e përmirëson këtë gabim që ka mundësi me ndodhë secilit pasardhës të Ademit alayhis salam. Allah na bëf për atyre që u bën dobi njerëzve.